pasur një sër deklaratash të forta nga kreu i prokurorisë posaçme zoti Altin Dumani ditën e djeshme në Komisionin e Ligjeve dhe deklaratat të cilat kanë konfirmuar ose kanë hedhur poshtë edhe pritshmëritë e opinionit publik, duke qenë se vëmendja e SPAK-u është e jashtëzakonshme. Ai nuk do të rikandidojë më pas mandatit, ka pasur akuza përgjigje ndaj akuzave për anshmëri apo për trajtim të pabarabartë e shumë të tjera. Ai ka thënë që prokurorët e SPAK nuk marrin urdhra nga askush, as nga Edi Rama. Është një deklaratë shumë e fortë që në fakt rezonon edhe me një perceptim të opinionit publik për raportin mes SPAK-ut dhe politikës. Është kjo një sfidë hapur ndaj politikës, po themi, nga zoti Dumani? Në fakt, SPAK-u nuk mund të thuhet tani më që është strukturë e re, sepse ka afërsisht 9 vjet që është në veprim, që po punon. Për nga numri i prokurorëve që ka, po të krahasohet me numër çështjes që kanë hetuar dhe kanë çuar në gjyq, domethënë është një volum pune shumë i madh. Por krahasuar me atë që për çfarë u krijua SPAK, sepse me thënë drejtën, gjykat speciale dhe prokurori speciale ne kemi patur të ndaluar me kushtetut që të kishim, nuk duhet të kishim kurrë e kurrës. Mirë, po këto u krijuan sepse krimi i organizuar dhe korrupsioni i lartë shtetëror këtu në këtë vend ishin të tilla që vu në pikpyetje sigurinë tonë kombëtare për dhe të partnerëve tanë. Bie fjala Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ato ndjenin rrezik nga krimi i organizuar dhe korrupsioni i lartë shtetëror në Shqipëri për shkak të atyre marrëdhënieve që ato kanë me këtë vend për pozicionin e vetë, geostrategjik të Shqipërisë e të tjera, edhe përse përben ky vend siguri kombëtare dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që u krijua në këtë vend dhe në një lloj, domethënë u krijua pikërisht për këto dy që unë thash, për korrupsionin e lartë shtetëror edhe për krimin e organizuar. Mirë po, ne shohim që rreth 80% të punës së SPAK, të paktën në këto 9 vjet, e kanë zënë çështje të vogla. Çështje që kanë të bëjnë me grupe të strukturuara kriminale, mjafton 3 veta, 4 veta, dhe ata ndërmjetësojnë për të kaluar në mënyrë të paligjshme kufirin, edhe quhet grupi strukturuar kriminal, që kanë kompetencë SPAK edhe jeton SPAK. Bie fjala, një proces tjetër që janë dënuar një herë për mbajtje të lëndëve narkotike, por mbas janë dënuar për mbajtje të lëndëve narkotike, 43 veta të arrestuar, i arreston përsëri SPAK, këta 43 se thot, krimin e keni bërë në kuadrin e grupit strukturuar kriminale është kompetencën tonë. Domethënë, janë marrë edhe me gjëra të tilla të vogla dhe për sa i përket objektivit madhor të tyre për të luftuar krimin domethënë korrupsionin e lartë shtetëror, kanë bërë punë, por me hapa të breshkës, do thosha unë. Po pse? Sepse kanë shumë procedime penale i kanë përduar, shumë kallëzime dhe dosje të formësuara u kanë shkuar, por janë mes rrugës ose i ka zënë pluri ato, ose ecin përsëri, domethënë ecin me hapjen e breshkës. Cilat janë procedimet penale që janë të regjistruara dhe që janë madhore? 21 janari. Është një proces madhor. E ka prur gjykata e Strasburgut dhe thot që hetojeni se është krim shtetëror. E ka prur kolegji penal i gjykatës lartë dhe thot është krim shtetëror, edhe në krimin shtetëror i specifikon dhe kush janë përgjegjësit për këtë krim shtetëror dhe thot i hetoni këta. Dhe kur vjen problemi, ne po e shikojmë zvarritje, në një kohë që hetimet thojse kanë mbaruar dhe në vend që të nënshkruhet akt akuza dhe dërgohet në gjyq, ajo rri aty sirtareve. E njëjta situatë edhe për dosjen që është ndarë të Gërdecit. Ka shkuar Fatmir Mediu në gjyq dhe po gjykohet dhe do ta marrë, domethënë atë përgjegjësinë që i takon edhe penale, por kanë bërë një fraksion për të nxjerrë përgjegjësinë e personave tjerë. Ajo ka ngelur, nuk bëhet asnjë lloj hetimi. Ka bërë një kallëzim penal në vitin 2019, 113 faqe të kompjuterike i Zeta Xhia,
për një numër të konsiderueshëm krimesh me autor konkret nga udhëheqësit e lartë, ish president, ish kryeministër i vendit e të tjera, dhe ajo dosje ende sa herë i kërkojmë prokurorisë, unë jam avokati i tij, sa herë i kërkojmë informacion SPAK-ut, e drejtuesit saj gjithmonë na thotë, jemi në hetim, procesin e kemi ende në hetim, por në hetim nga 2019 deri më sot kanë kaluar 6 vjet. Pra e kam fjalën që ta kuptoj, SPAK-u nuk merr urdhër nga politika, nga Rama apo Berisha kushdo qoftë, por trembet nga politika. Okej, pra që të bëjnë dallimin. Po, trembet nga politika. Nuk e ka guximin që të veproj kundër politikës dhe politikanëve. Domethënë, e ngres tekën edhe taton pulse. Taton pulse të natyrës që gërvisht, bje fjala. Berisha nuk du ish marë vetëm për kompleksin partizani. Ti para kompleksit partizani, ke Gërdecin, para Gërdecit, ke 21 janarin, pasaj ke një serë privatizimesh të paliqme, ke grushtin e shtetit vitin 1998, kërë ngritja armatosur dhe akte terroriste, ke gjitha të dem që të erdi nga firmat piramidale, 4 miliard që i humbën, ke bankers petrolin, me rreth 6 miliard i kanë humbur Shqipërisë dhe shqiptarëve, edhe nuk vete të jetosh e të bësh këto. Atëre, çfarë ndikon këtu në këtë mes? Ndikon ajo që guximi profesional dhe mungesa e kurajos qytetarëve profesionale. Jem mësuar me atë ritmin e mparshëm, që këta nuk prekshin, që këta ishin të pandëshkushëm dhe ecën akoma me këte ose taton pulse. Dal ta marrim të pandehur Ilir Metën për QSD-jan. Po para QSD-s ti do ta marrësh për privatizimin e Bankës Kombëtare, do ta marrësh për privatizimin e Profarmës, do ta marrësh për privatizimin e 4 hidrocentraleve këtu në Shqipëri, do ta marrësh për privatizimin të kundërligjshëm, për Armon, për Alpetrolin e tjera, do më thënë, janë një numër i konsiderueshëm veprash penale me ndjeshmëri të madhe kombëtare, por dhe që realisht i kanë sjellë demet pa llogaritshme Shqipërisë dhe shqiptarëve, buxhetit shtetit e tjera, sepse nëse i fute këtyre veprave penale, atëre prej këtyre do të nxjerrësh miliarda dollar, të cilat pastaj do t'i pasosh me sekuestrime dhe me konfiskime, dhe shqiptarët atë duan të konfiskosh këtyre parat që kanë në banka, apo asetet e ndryshme që kanë, nuk kanë nevojë të futin burg. Në burg edhe vënë edhe 2 vjet e 3 vjet se shej kiamet i madh. Pastaj bën një jetë luksi ata se i kanë të ngritura të gjitha gjërat. Qartë. Ishte një moment, po them, mjaft interesant dihet e Komisioni Ligjeve, përplasje midis zotit Dumani edhe deputetëve të opozitës, konkretisht deputetit të Partisë së Lirisë, të zotit Meta Tedi Blushi, kur e pyeti zotin Dumani nëse e ke takuar Charles me Goni Galin. Dhe zoti Dumani në një moment të revolte pra i kthehet. Pra ishte një moment, po themi, tensioni ndryshe nga pjesa tjetër, që ishte, po them, një raportim më i ftohtë emocionalisht. Duke i thënë që keni mbushur opinionin publik me gënjeshtra, zotit Blushi. Tani, për herë të parë drejtuesi SPAK përballet drejt për drejt me një akuzë publike nga një deputet, po them. A ekziston në këndvështrimin tuaj ndonjë lidhje sekrete me ish agentin e FBI-s dhe a do duhet që të nisë një hetim i tillë nga zoti Dumani, që përfshin zotin Rama, që ti themi gjërat. Këtu duhet bërë një dallim i madh, por që nuk e bëjnë faktikisht këtu këta politikanët tanë, edhe që janë faktikisht në përgjegjësi penale, që janë marrë, domethënë në përgjegjësi penale. Ty të atribuohen akuza konkrete. Bie fjala, i thuhet Ilir Metës që ke bërë aferën e QSD-ja, se ke përfituar kaq. E dyta, i thuhet që ke bërë një lobim, edhe je pjesë përbërëse e grupit kriminal. E treta, i thuhet që nuk justifikon shpenzimet e mëdha që ke bërë, sidomos për operacione estetike të gjithë familjes tënde, me të ardhurat që ti merë. Ku i gjen gjitho të ardhura? Ku i gjen gjitho të ardhura që mbanë fëmijët, domethënë në shkollat më prestigjioze edhe me çmimet jashtëzakonshme në Angli e tjera me radhë, edhe që flenë hotele me 5 yje, atje janë të strehuar ata e tjera me radhë. Pra i kërkojnë këto gjëra. Në një situatë tillë, kur ti akuzohesh për këto, s'ka gjë më negative, do thoshja unë, edhe gjëja më e keqe kur ti thua, po me Goni Gali.
i Ramës, po ky, do me thënë bën krahasime. Ti përgjigju për këto, jep shpjegime për këto akuzat që janë në ngarkimin tënd. Pra je marrë përgjegjësi penale për jep shpjegim për këtë. Mos hidh tek tjetri, mos hidh te tjetri, se kjo do të thotë që me që ka bëra ai, bëra unë. Se kështu nuk ka kuptim tjetër kjo. Kurse për sa i përket problemit të çështjes së Mego Nigalit, këtu është bërë buje madhe. Edhe më shumë këtu flet politika, aq më keq politika e pis, do të thoshja unë, e thashë themeve, e rrugës, e asaj që hidh sa më shumë balt, se pastaja diçka do ngelet, sa do që të lahet, do ngelet prap një qik balt në fytyrë, se sa rrugët institucionale, rrugët ligjore, e shber kallëzim penal, dhe opozita ka bën një kallëzim penal për Mego Nigalin, dhe SPAK-u e ka hapur hetimin e kësaj çështje. Është duke hetuar. Ka marrë me letër porosi dhe ka marrë dosjen e të dhenat nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat e kanë dënuar atë. Po të kishte, domethënë një vepër penale që është kryer në këtë vend, kushdo që të ishte autori i kryerjes së saj, SPAK është detyruar të ngrejë akuzë dhe të çojë çështjen në gjyq. Por, kur një çështje është në hetim, ti je i detyruar të presësh vendimin, se s'bën do ketë një vendim për Mego Nigalin SPAK-u. Se s'bën. Vendimi është, o do ta çojë në gjyq me akt akuzë, edhe kush është përgjegjësi për atë aferë që ka ndodhur këtu në vendin ton, ose do ta pushosh çështjen, do thuash që për mungesë provash, por gjithsesi, si ta çosh në gjyq, si ta pushosh, ato palë që janë të interesuara kanë drejtën e ankimit, bie fjala. Ka bërë kallëzim opozita, personi konkret, po e pushove çështjen ti si SPAK, edhe të thuash që nuk ka vepër penale këtu, atëherë ti e ke të drejtën ta çosh çështjen në gjykat. Na gjykata në apel në gjykatë lartë, na gjykatë e lartë kushtetuese, deri në Strasburg. Pra i kemi mjetet ligjore. Atëherë ta mësojmë veten tonë ne këtu që nuk janë zgjidhje truezat, nuk janë zgjidhje gazetat, nuk janë zgjidhje televizionet që hidh sa më shumë vill, edhe pastaj kur vjen problemi tek institucioni, atje ku jepet zgjidhja, atje ku merret vendimi dhe atje ku merret edhe jepet dhe dënimi, ti atje nuk vete, vetëm flet gjithandej. Mund të shohet gjitha kjo presion ndaj institucionit kur ti situash e bën gjyqin publikisht një herë dhe pastaj çai ngelet institucionit. Po presion po të llavi, por nga ana tjetër krijon një opinion jo të drejtë ndaj institucionit, sepse nuk ja bën vetëm ti presionin, por pastaj ja bën edhe publiku, se publiku mbarset me ato që thua ti. Ngjit në publik, se ke edhe ti njerëzit e tu për krahasat e tu e tjerë. Dhe këta njerëz pastaj reagojnë, e thon SPAK-u, çfarë po bën me Mego Nigalin? Një ver ujë po bëjnë, janë të korruptuar, nuk veprojnë sepse kanë frikë në Rama ose i komandon Rama. Sikur se thonë dhe për çështje tjera të Berishës, nuk e çojnë 21 janarin sepse i të merron Berisha. Nuk e çojnë Gërdecin sepse i mbyt Berisha me kranin e tij e tjera me radhë. Pra, në situata të tilla nuk duhet ta lejojmë dhe ajo që nuk mundet, s'duhet ta lejojë është gjithmonë qëndrimet në zbatim të ligjit. Ligji është ligj. Kodi penal nuk zvendësohet, na thashë themet. Kodi procedurës penale nuk zvendësohet me deklarata që bën ti për shtyp apo në media të ndryshme. Ju në fillim thatë që ka shumë dosje, ka volum të madh, po themi hetimi në SPAK, dhe që një pjesë të këtyre dosjeve i zë dhe pluhuri. Zoti Dumani dje ka ngritur një alarm mjaft serioz, do të thoja unë sa i takon organizimit të prokurorisë posaçme, ku ka thënë që në vitin 2028 të paktën 11 prokurorëve të posaçëm mbaron mandati brenda vitit. Çfarë do të thotë, çfarë do të ndodh nëse në një vit po themi supozojmë që SPAK ngelet pa prokuror? A është ky një problem realisht organizativ për të ardhur tek shqetësimi juaj dhe si mund të zgjidhet kjo? Problemi është që në këtë pikë Dumani ka të drejtë dhe nuk e ka, domethënë këtë kërkesë e ka të përsëritur. Dhe këtë radhë, domethënë ai kërkesën hetime, po këto hetime i bëjnë prokurorët. Pikërisht. Këtë radhë ai kërkesën e çoi deri në shkallën më të lartë. Edhe shkalla më e lartë është kur ti i thua Komisionit Ligjeve që ju mund të mendoni që unë e bëj një gjë të tillë për mandatin tim, se duhet të zgjas mandatin tim. Ai e zhveshi vete nga kjo, duke thënë që unë nuk do kandidoj me, çka do të thotë, bëheni këtë gjë për institucionin.
bëheni këtë gjë për ata prokuror që kanë në duar dosje të një rëndësie të posaçme dhe që nëse do të ikin, atëri sa të vija i tjetri, sa të ambientohet ai me dosje tjera me radhë, do futet në kalendrat greke një vonesë e madhe. Vonesë e madhe dhe drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Kështu që në këtë aspekt kërkesa e tij është e drejtë. Mirë po, ai insiston edhe bën këtë gjë te Komisioni i Ligjeve, e bën këtë gjë në Parlamentin e Shqipërisë. Në fakt, unë s'dua ta banalizoj, por edhe ta hiperbolizoj, por është një realitet. S'di gjë ende Kuvendi i Shqipërisë se çfarë do bëhet me mandatet e këtyre. Akoma nuk di gjë. Pse? Sepse s'pak duam apo nuk duam ta pranojmë, është strukturë që na u rekomandua fillimisht, na u dha dhe pastaja u insistua, na detyroi, na futi në rresht gjithë ligjvusit tanë, i bërin 140 bashkë dhe i futin parlament, e tha ngrini duar tani pro, se s'kini alternativë tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përjedhoi, derisa është e tillë edhe zgjatjen e mandatit që andej do na vi tani neve, do zgjatet mandati këtyre. Të gjithë janë në syt andej po thënë. Po të gjithë janë syt, andej janë syt. Dhe ky është një realitet. Dhe në vendet e Bashkimit Evropian, edhe tek Bashkimi Evropian, të cilët janë dy shtyllat e forta që e mbështesin këtë strukturë të posaçme SPAK-un, që mbështesin gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Dhe është domosdoshmëri shtyrja e mandateve të këtyre 11-ve, pra këta duhet ta marrin dhe një mandat tjetër 9 vjeçar, dhe unë jam i bindur që drejt kësaj do shkohet. Po do të jetë vetë zoti Dumani tek këta. Dhe zoti Dumani, në rast se një gjë të tillë, domethënë, e bën nga kjo që unë thash, nisur nga kjo premis që ai do që institucioni të mos vdesi, institucioni të mos impaket puna edhe forca goditëse që ka edhe rrjedha shumë e mirë pozitive që ka marrë, domethënë, kjo strukturë e bën pra për këtë gjë, atëherë Dumani duhet të tërhiqet nga ajo që të mos jetë vetë. Duhet jetë dhe vetë në rast se do të zgjatet mandati. Në të kundërt të pastaja, nëse do të tërhiqet, atëherë kjo do të thotë që Dumani realisht është i kënaqur me punën që ka bërë deri më sot, shikon që perceptimi i publikut dhe i gjithë institucioneve ndërkombëtare edhe të vendit janë pozitive për punën e tij. Unë e bëra thot detyrën e tani tërhiqet sepse është i bindur që do vejnë i prokurori apeli, edhe në prokurorinë apeli do të jetë më komod, më pak sforco, nuk do ketë të goditje që ka tani e tjera dhe bërë rehatin ai domethënë. Shikon rehatin e vet, mund të jetë kjo. Dua të flasim pak për kodin e ri penal, para se të shkojmë te kodi i ri penal që u diskutua nga prokurori i përgjithshëm zoti Çela. Dua të ngelemi edhe pak te vijimësia e mandateve, po tani te kreu i SPAK-ut. A ka pas diskutim, po themi, kush do të jetë mes 4 emrave që kanë dorëzuar kandidaturën? A është realisht problem sa bëhet vijimësia e kreut të SPAK-ut? Apo nuk ka rëndësi emri? Puna vazhdon. Dosjet janë po ato, pra nuk ka, po themi, një simbolik politike ndryshimi i emrit. Është zoti Beqiri apo jam unë, që rëndësi ka? Problemi është që SPAK-u tashmë është SPAK, edhe ka krijuar emrin e vet. Dhe SPAK-u është me 22 prokuror të saj. Pak janë, kuptohet. Dhe këta 22, kur janë përzgjedhur për të qenë edhe drejtues të SPAK. Sepse kriteret janë, domethënë, për të gjithë janë një lloj. Dhe ata cili do që ta vendosësh drejtues të SPAK, bëjnë. Madje, nëse do të përsëriten mandatet, atyre do të bjerë i radha thuaj se të gjithëve të jenë drejtues të SPAK. Se do vi, se ikën me 3 vjeçar, do vi, se s'bën kjo gjë. Por individi ka shumë rëndësi. Se bje fjala, në mandatin e parë të SPAK, kur qetë drejtues kraja, jo se ishte i keq, jo se ishte domethënë në ana profesionale e tjera. Por ka të bëjë njeriu, guximi i tij, vendosmëria e tij. Disa cilësi personale. Sa cilësi, domethënë personale që aftësit mund të kemi një lloj ne, por jam më i vendosur unë, më iniciativë kam se ty, më i guximshëm se ty e tjera. Këto janë cilësi njerëzore dhe duke qenë që
Dumani këto cilësi njerëzore i kishte mbi krajin, ju e pat qa suksesi pati sukses. Ai në punën e vet. Përcaktuese për politikën. Shumë. Edhe ai e ngriti stekën sa goditi ish president, goditi ish kryeministra, goditi ministra, goditi ish ministra, goditi kryetar bashkie e tjera me radhë. Tani problemi është që nuk do të kemi kthim mbrapa. Nuk do të kemi as stagnacion, domethënë u bë kjo kaq është i ngelëm tani, neve në balt, edhe të rrimë tash i të bëjmë se hir. Po duhet një shtytje edhe më tutje, dhe tani ai që do vi duhet të dali, domethënë të jetë edhe mbi Dumanin. Pse? Se e ka shtratin, i është ngritur, pra çdo gjë e ka thuajse të gatshme. Dhe në këtë aspekt ka të bëjë shumë njeriu. Prandaj dhe ne themi, janë 4 kandidatura, po të tërë gishtat e dorës nuk janë një lloj. Kështu që dikush prej tyre është më i vendosur, më vendimarës, më ekzekutiv në ato cilësit që duhet ta karakterizojnë drejtuesin e SPAK-ut. Kush do jetë nga këta? Amerikanët thonë që kanë të preferuar Klodian Brahon. Ndaj dhe thonë e thirrën dhe atje në Amerikë e tjera edhe porosit. Mundet jetë dhe ai. Nuk e shkeq. Por po t'i marrim në pikpamjen e profesionalizmit, të përvojës punës, të qeshive që ka hetuar edhe të provave që kanë dhenë, unë do thoshja që Adnan Xholi është më i përshtatshëm dhe ai duhet ishte drejtuesi i SPAK. Qartë. Kështu që u avash edhe emrin për këtë punë. 19 dhjetori, nëse do të realizohet emri juaj. Po do më thresësh, po që Adnan Xholi do më thuash që e gjete. Patjetër. Tani, duhet të flasim pak për kodin e ri penal. Prokurori i përgjithshëm, zoti Olsian Çela, dje ka akuzuar qeverinë për ndërhyrje të rrezikshme në kodin e ri penal. Kodi është represiv dhe i panevojshëm, ka thënë zoti prokuror i përgjithshëm. Nuk mund të bëjmë sikur reformojmë drejtësinë me ndryshime sipërfaqësore. Unë dua t'ju pyes juve, a është vërtet kjo është një temë që ne do të bëjmë intervistë veç. Po meqense ishte raportimi në Komisionin e Ligjeve, po e përfshi, si thuash, në diskutimin ton. Shkurtimisht për ju, a është represiv kodi i ri penal? Mënyra se si e shartuar drafti, mënyra se si po mbrohet drafti, konceptet se si do diskutohet drafti, për mendimin tim janë të gjitha të mbrapshta. Edhe kemi të bëjmë me një nisëm e cila kysh në fillimin e saj është e dyshimt. Ose për ta thënë troç, duket sikur është biznes. Duket sikur është biznes? Po. Domethënë, na kanë çelur një fond të mirë aty, thonë bëni një kod dhe duke bërë këtë kondin, kaq milion euro bën ai ky biznesi, edhe shtoni nene sa më shumë sepse e kemi me 400 nene kodin. Dhe po që me 900 tani, atëre me 900 me një 2 fishin e biznesi, domethënë e shumës që është caktuar. Kështu ta jep përshtypjen, po jo përshtypje kështu rruge, po në mënyra thash se si u servir. Ne u befasuam të gjithë, sepse pam që mblodhi ministri i drejtësisë atje në një sallë, kishte futur plot atje. Me atë rast, unë sa i pash atje domethënë atë sallë njerëzit, se dha televizionet gjitha, bëra një status edhe thash, na pikpamja estetike që nga mrekulli, se pas ka vajza të reja, të bukura, djem të rinj e tjera. Por penalist nuk po shoh këtu në këtë sallë. Kodin penal nuk bëhet do si do një kod penal. Nuk mblidhemi dot ne tani të bëjmë një kod penal. Por nuk e bën dot kodin penal në këtë mënyrë. Që të bësh një kod penal, në radh të parë një herë ti duhet ta hedhësh si ide. Duhet të thuash pse po e bën një. Po të thuash që e kemi të vjetër kodin penal, sepse e kemi të vitit 1995, kjo është një, domethënë, është çmenduri, nuk është normale. Ta thuash një gjë tillë, se realiteti nuk është i tillë. Ne ndryshime të shumta kodit penal i kemi bërë vazhdimisht dhe në vitin 2021 i kemi bërë ndryshime ç'të mund radikale, një numër të konsiderueshëm dispozitash i kemi vendosur atje. Pra nuk është i ri, nuk është i vjetër në kjo pikpamje. Pastaj çfarë do t'i thoshim ne kodit penal gjerman që është i 1830-s. Jo në fuqi. Nuk e përcakton vjetërsia. Që të ndërtosh një kod penal, ti ke kapitujt e tia. Dhe në kapitujt e tia kanë vend profesorët e të drejtës penale,
që thirren ata fillimisht dhe u thuhet si duhet ta konceptojmë dhe ata t'japin edhe idet, por t'japin edhe nenet përkatëse. Ke për problemet e ekonomisë. Do thresësh ekonomistët më të zotë që ka ky vend, profesorët më të shquar të saj, dhe ata t'japin ku janë pengesat e tjera që duhet kthyer në nën ligji që ta zhvilloj, ç'a shkelje mund ndodhin. Në bazë të kësaj ekonomie, në bazë të kësaj problematike, po themi. Do thresësh psikolog, sociolog, kur vjen problemi tek dhuna në familje e të tjera, tek shpërdorimi i detyrës. Pra, mbasi ti grumbullosh gjitha këto lloj mendime që të vinë atë gjitha anët, atëherë ngrihet një grup, po ky grup i punës nuk ka brenda Arben Rakipin. Jo se ka unë një, ka qenë prokuror i përgjithshëm, është vërtet. Por kodi penal apo kodi civil apo çdo lloj kodi nuk janë leksione. Nuk janë definicione, duhet jenë tepër eksakte, edhe me 3 rreshta ti duhet të shprehësh dhjetra në qindra faqe, domethënë të saj. Se ndryshe pastaja, në rast se ti do bësh një kod që çdo gjë e shpjegon, do bësh një kod që si e do politika e do sot që shpërdorimin e detyrës bëhet sa më ngushtë, me qëllim që të mos më zeri plumbi mua kur të bëj shkeljet. Edhe ti tani ta bësh të tillë që jo më shpërdorimi i detyrës është krim pas korrupsionit, i cili për mendimin tim duhet i ketë më të ashpra dënimet, pas pastrimit produkteve që rrjedhin nga një krim, shpërdorimi i detyrës duhet të jetë vepër e rëndë shumë në këtë vend, sepse pikërisht na shpërdorimi i detyrës së këtyre funksionarëve të lartë, ne po na vijnë e na kanë ardhur demet pa llogaritshme në Shqipëri. Kurse këta faktikisht po e bëjnë kodin si e do ministri, si e do qeveria, si e do politika e tjera me radhë. Nuk bëhet kështu një kod. Dhe pastaj të tëra këto mendime pasi mblidhen bëhet drafti. Dhe drafti pastaj diskutohet. Kitet konsultim publik po se. Po jo publik, po këta nuk e bën, nuk ka gjë, nuk ka, domethënë, edhe revolta e djeshme e prokurorit përgjithshëm, kam respekt për aftësitë e tij profesionale, por më duket një revolt e një profesionisti me integritet dhe bravo i qoftë, di reagimi i tij. Të bësh kod penal e mos pyesësh prokurorin e përgjithshme, të bësh kod penal e mos pyesësh prokurorit e rretheve, të bësh kod penal e të mos pyesësh gjykatën e lartë, gjykatat e rretheve, gjykatat e apeleve, edhe gjykatën kushtetuese të Republikës Shqipërisë, po asnjëri vjen aty e dëgjon çai jep ti çat drafti që aty, kur këta nuk pas kanë dhënë mendimin që si të bëhet drafti, si të hartohet drafti. Kështu që një kod i tillë penal është i dështuar, edhe nëse politika do vazhdoj hapa, domethënë le të bien këta legenit se neve ato që kemi bërë plan, edhe ato që bën biznesin e morëm lekët, atë do shojmë parlament për miratim, do ta vrasin Shqipërinë, do t'i vrasin shqiptarët, se ne duam një kod penal për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Një kod penal i cili i le vend, i le hapësirë dhënies drejtësisë te gjyqtari, se po e fut e gjyqtarin në ato kallepet që çdo gjë ta ketë atje të shkruar atje te këtyja, ai s'ka hapësirë pastaja që t'japi drejtësi, që të veri në punë edhe logjikën e tij, të veri edhe humanizmin e tij, të veri edhe ato psikologjinë e këtij populli, kush është më rënda, kush është më lehta e tjera me radhë. Dhe prandaj e kemi edhe gjykatën e apelit, që jep vendim gjykatë e shkallës pare, korrigjon apeli, e korrigjon gjykatë e lartë. Prandaj kemi vendimet unifikuese të gjykatës lartë. Prandaj kemi vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilat i interpretojnë ato dispozita që kemi ne. Kodi penal nuk do t'i kaloj 400 nene. Po i kaloj 400 nene, ajo është tekst, edhe nuk është i tillë. Dhe në fund, për ta mbyllur për kodin penal, kodi penal, po ta marrësh ta lexosh këtë, është turpi i botës. Aty njerë nuk ka gjuhë shqipe. Ai nuk e shqip. Ti marrësh definicionet e tjera me radhë, nuk është basarduar gjuha shqipe. U jap një shembull. Kur është bërë kodi penal edhe i monizmit,
pavarësisht se çfarë kufizime kishte e tjera me radhë, po dorën e fundit ja jepni profesorët më të shquar të gjuhësisë. Profesor Ekerem Çabej, ai kishte vulën përfundimtare. E merrte kodin e shikonte në pikpamje gjuhësore, ku duhet shpresja, ku duhet pika e tjera me radhë, se edhe presja e ka kuptimin e vet, që ku të çon ty në drejtim të çon tyja e tjera me radhë. Është falje jo varje. Ku e vë presjen? Po përcakton jetën ose vdekjen. Po prandaj po them, kështu që në këtë aspekt domethënë është shumë problematik. Zoti Beqiri, ishte shumë kënaqësi që ju pata këtu në studio. Falem.